Në dokumentet e publikuara gjatë vitit 2024 janë përmendur 10 figura të njohura si miq, bashkëpunëtor apo edhe viktima të Epsteinit, përfshirë princin Andrew, ish-presidentin Bill Clinton dhe këngëtarin Michael Jackson. Asnjëri prej tyre nuk është akuzuar zyrtarisht për ndonjë krim të lidhur me Epsteinin. Spekulimet rreth një listë klientësh të mundshëm të rrjetit kriminal të Epsteinit janë të shumta. Shumë në rrjetet sociale kanë pretenduar se ekziston një dokument sekret që përmban emrat e figurave publike të përfshira drejt për drejt në abuzime. Megjithatë, në korrik 2025, Departamenti i Drejtësisë dhe FBI deklaruan se një listë e tillë nuk ekziston. Megjithatë, deklaratat më hershme nga prokuroria e përgjithshme Pam Bondi kanë krijuar konfuzion. Në shkurt ajo deklaroi në një intervistë për Fox News se lista është në tavolinën time për të shqyrtuar. Më vonë, zyra e saj sqaroi se ajo po i referoi dosjeve në tërësi dhe jo ndonjë listë klientësh të veçantë.